Përshëndetje për gjithë dhe mirë se po takohemi edhe këtë shtunë në klinikën D. Sot do të flasim për pilates. Në një kohë kur njerëzit po përballen me stres, mungesë të aktiviteteve fizike, shpeshherë deformime të shtyllës kurrizore, pilates po vazhdon të mbetet si një nga opsionet më të mira për të forcuar trupin, për të rritur fleksibilitetin dhe për ta bërë një lidhje më të mirë mes trupit dhe mendjes. Por realisht çfarë është pilates? Cila është historia e saj? Kush mund e kush jo të mirret me ushtrime të tilla, sepse konsideroj që është një prej ushtrimeve që nuk hyn në kuadër të sporteve. Por megjithatë, këto dhe shumë të tjera, ne do t'i diskutojmë me instruktorën e pilates, Leila Boshnjak. Leila, faleminderit që je sot në klinikën D. Faleminderit për ftesë. Leila, fillimisht për me qenë ma korrekt ndaj jush, përveç që je instruktore pilates, ti mirësh edhe me sportet të tjera që nuk jam gabim. Po, unë e mirë na edhe me paraglajt, për ndryshim refer ndërkombëtar i disiplinës precizionit, njënën për aktiviteteve sporteve aeronautikës. Mirë shumë. Po kthehemi ne te pilates, sepse këtu sot e kemi realisht fokusin kryesor. Çfarë është pilates dhe çka bën të jetë më ndryshe ndoshta prej ushtrimeve të tjera? Pilates është koordinimi i trunit dhe trupit, është specifika i ushtrimeve ku fokusohet në fleksibilitet edhe në forcën muskujve shpinës, barkut edhe lejimit. Cila është historiku i pilates, se nuk e kemi shumë të njohur tek ne të paktën? Në fillimin shekullit 20, Josef Pilates e ka shpik qëtë mundësi ushtrimeve për ushtar, mas luftës dytë botëror për rehabilitimin e ushtarve edhe për një forcimin për më kthy sa më shpejt në ushtrim. Do me thonë ka një si rehabilitim, edhe mandej u zhvillu në botë si pjesa e ushtrimeve, meditimit edhe forcimin e trupit. Çka përfiton trupi jonë prej pilates? Përfiton një balans të mirë, një fleksibilitet edhe muskujt më të fortë. Ato muskujt se na nuk e përdorum për ditë, do me thonë e përdorum muskujt ma tima, me thonë ashtu ma të vogla, me pilates edhe i forcojmë detajlisht. Jo veç pjesën e sipërme, do me thonë çdo muskujt ma i vogël se ekziston në trup njeriut, forcohet në pilates. Pra pilates arrin me dëpërtu në ato pjesë të trupit që ne ndoshta i harrojmë edhe që i kemi ca muskuj? Po, mujna me thonë si harrojmë, se nuk guxojna me harru, po definitiv është një rehabilitim i organizmit në çdo aspekt. Kush guxon me u marrë me pilates? A preferohet për krejt njerëz, a i ka disa kufizime? Jo, kufizime nuk mujmë me thonë se ka kufizime, mujmë me përdorë çdo kush ushtrimet e pilates, do me thonë nuk është e caktuar me mosha, veç duhet me pas kujdes, nëse kena probleme me shëndet, me boshtrin korrizor apo me ndaj smundje tjetër, është mirë me konsultu doktorin, edhe me ushtru me instruktorin individualisht, për me pas mundësi me përcjell instruktori çka tek reagon trupi i personit se e ka lindime apo e ka ndonjë smundje shëndetësore tjetër. Pra, pilates nuk ka të bëjë diçka me pajisje të tjera, siç janë pajisjet e fitnessit ose diçka e tillë. Thjesht ka të bëjë me zgjatime dhe gjithçka me u fokusu veç te trupi jonë. Po, pilates mundet me konë, pilates klasik mundet me ushtru me peshën trupore, do me thonë mujna me ushtru t'i shtëpia, nuk në duhen peshat si në fitness, po, edhe në pilates mujna me përdor të pajisje, jonë ma t'leta, jonë peshat ma t'leta për 1.5 kg, nëse dojna me pënu me pesha, jonë lastikat apo trakat elastike, edhe jonë dorroth edhe topat për pilates, pajisjet adekuate për pilates. A mundet këto njeri me i posedu edhe në shtëpi, apo duhet veç në ndihmën e instruktorës me i ushtru? Jo, mundet me pas edhe të shtëpia, mundesh me ushtru dikun ku e kini veni 2 metra me 2, apo një hapësirë në vogël, që duhet me pas është pajisje, adekuate për që po doni me zhvillu, apo me peshën e trupi, do me thonë po asnjë pajisje. Sa herë një preferohet pilates?
Po pilates 3 herë në javë preferohet, po nëse doni me forcu trupin edhe po doni me jeni sportist dikun tjetër, në sport tjetër edhe po doni me forcu veten për me arrit suksesin më të madh, nashta edhe 5 herë në javë shkon perfekt më mirë me ushtrimet e pilates. Sa duhet jetë ajo kozgjatja brenda ditës që ushtron pilates? Po 1 orë, maksimal 1 orë, nuk duhet me konë ma tepër se 1 orë. Kur fillojnë me u patu ndryshimet e para prej pilates? Pilates nuk e ka pamjen fizike si në fitness, kur ushtroni fitness. Pamje e pilates niset më pa mas 1-2 muaj ditë 3, po nuk është primari dobësimi. Do me thonë është forcimi i trupit, po jo i dobësimi. Nëse menoni se hup një pesh shumë shpejt me pilates, është sekundare, nuk është primare në qitë pjesë ushtrimeve, se me hup peshën atu për atu si në fitness apo në si ushtrime kardio. Sa e preferoni me u marrë me pilates personat që ma herët nuk janë marrë me aktivitete fizike? Pra, a mundet me i përballu pilates, ata që kur ma herët janë marrë me aktivitete fizike, po kanë vendosë me shku në pilates? Po, pa pik problemit, ata mujnë me nisë me ushtrimet e pilates edhe përballojnë pa probleme. Do me thonë nuk mundet me ardhë deri ta naj problem, ose naj lindim se punohet me instruktor. Fillimisht duhet me punu me instruktor nëse s'kam punu kur me trajnera apo nuk jonë shku në fitness, nuk jonë konë aktiv fizik. I shkon mirë me konsultu një trajner si miret me pilates, një instruktor, edhe pa pik problemit mujnë me zhvillu krejt aktivitet dhe krejt ushtrimet preferume për person. Cilat janë ato gabimet e para që i bojnë fillestarët kur fillojnë me u marrë me pilates? Gabimi kryesor se e bojnë fillestarë është se po harrojnë frymarrjen. Do me thojnë, gjatë zhvillimit të ushtrimeve nuk lirojnë frymen edhe nuk e marrin koordinim me lëvizje. Do me thonë që kjo është gabimi kryesor dhe gabimi fatal për ushtrimet e pilates, se na krejt e dina se koncentrimi edhe frymarrja duhet me shku bashkë. Kur jemi te frymarrja, për me pas njerëzit ma të qartë, a du me marrë frymarrja me hund, a me goje, dhe qysh me u bo ma tani lirimi i frymarrjes? Duhet me marrë frymen me hund, me mush barkin, do me thonë me shty barkin, edhe kur lirojmë frymen, e lirojna me goj, ashtu për me një se barku gati në gjitet me bushtin korizor. Cila është ajo periuda kohore ma e mirë për me fillu pilates? A mundet pilates me u zhvillu edhe me u punu me realisht në pilates në krejt sezonet? A lunë në rol sezona a jo? Jo, nuk lunë në rol sezona, edhe veni ku ushtrojmë, po nuk lunë në rolin as ora. A e bojna pilates mëngjes, mas dite, apo mramje, krejt është individuale, po nuk ka boj me sezonën kur edhe tek e bojmë. Sa është i rëndësishëm ushqimi para pilates? Qysh e preferoni ushqimin? A me ushqyje më pas me shku në pilates? A duhet me qeni farë hapësire kohore që direkt mas ushqimit mës me shku në pilates? Po, duhet me pas një hapësirë kohore minimumi 2 orë para ushtrime, duhet me pas atë pauzin apo atë luftin, do me thonë 1-2 orë para stravitjes duhet me përfundu ushqimet. Pra, të ham ushqim, të presim 2 orë, më pas të shkojmë të pilates. Në fillim të emisionit thamë që është një lidhje mes trupit edhe mendjes. Sa ndikon pilates më pas në menaxhimin e stresit, po theme, tek personat që për shkak të punës ose faktorëve të tjerë janë në stres? Ndikon shumë. Në me thonë ato, kur nisu me ushtru pilates, koordinimi i trunit, frymarrjes, do të me pas vagi koncentrim në lëvizje, kur e bojna pilates, zhvillojnë ushtrimet e pilates, me frymarrjen, me koncentrimin edhe me lëvizjet, me shpejtësi edhe me forcën se duhet me konë, stresi, ngarkesa, bjen plan 2. Do me thonë se kritë mendja punon në lëvizje edhe në bukuri lëvizjes. Qa është poenta e pilates është bukuria, apo eleganca e lëvizjeve se bojna në pilates. A preferohet se po themi të eleganca ushtrimeve të bukuria dhe më pas direkt mendja na shkon veç te gjinia femrore? A rekomandohet pilates edhe për gjinin maskullore? Po preferohet, po fatkeqësisht shumë pak djemtë ka se miren me pilates. Jo vetëm në Kosovë, apo është si fenomen në barbotën? Jo, është si fenomen në botë. Jemi të ushtrimet edhe kësha dosh më ndalë të gratë shtatzona. Sa preferohet, ose realisht a preferohet më pas pilates të gratë shtatzona?
Po, preferohet me ushtru edhe gratë shtatzane, po zakonisht du të me bo konsultime me doktorat vetë, edhe me marrë mendimin e tyne. Kur vinë në studio, du të me tregu mendimin e doktorit. Normal, zoja se donë me ushtru, nuk e ka problem, veç nëse se ka nëjë problem shëndetësor. Do me thonë, nëse nuk preferohet, e rekomandohet për doktorit me kanë palevizshme, do me thonë me poshu, për ndryshe pa pik problemit edhe njëmojnë ushtrimet e pilates në shumë aspekte. Po pas procesit të lindjes, kur preferohet me u kthy në pilates gratë shtatzana? Edhe ajo është individuale, është bazë konsultimit me doktorit, preferimit të doktorit, këtë varet ta kanë lidh gratë normale apo me operacion, edhe çfarë gjendje shëndetësore është momentale zoja se e ka lind. Këtë është individuale. Tham që pilates më ndikon edhe në menaxhimin e stresit, edhe logjikisht më pas mendja na shkon që është edhe një farë rehabilitimi më pas edhe për gjumin. A ndikon cilësinë e gjumit pilates? Po, ndikon shumë, edhe me kalimin e kohës gjumi bëhet më i mirë, po qa është poenta të ushtrimit fizike si në pilates, si në stërvitje tjera, si gjumi duhet me konë 7 din tetor, do me thonë duhet me pas gjumin e mirë për me vazhdu pilates edhe aktiviteteve fizike. Gjumi është një sens se muj me thonë ushqen trupin, edhe jep forcën për me vazhdu një ditë pa stres edhe një ditë sukseshme. Leila, ju thanë fillim që pilates mundën ushtrimet me i bu personat vetë në shpe. Po me gjitha të këta persona ka nevoj për disa këshillat që duhet me indjek edhe për disa këshilla me gjitha që vim prej një instruktoreja. A këshim mujt na më pas me i demonstru disa prej këtyne ushtrimeve këtë në studion tonë? Po, pa pik problemit. Në rregull, atëherë derisa Leila na bëhet gati, ne kthehemi me njerë me ushtrimet në studio. U rikthym prapë në studio, e Leila veç është bëhet gati për ushtrime. Leila, apo na tregon fillimisht çysh më u përgatit trupi për nxemjet që thuhet, përpara se me fillu direkt në ushtrime, se me fillu direkt sigurisht është pak traumë për secilën pjesë trupit. Cilat janë disa prej ushtrimeve që na përgatit të trupi më pas për ushtrime pak ose më të rënda, po theme. Për pilates së nësot e preferoj veç do lëvizjet thjeshta, në më thonë gjimnastik me ngjesit se për para e kanë thirë, kështu se po nisum me krah, më thonë shkujmë me krah. Sa preferohen në u bo? Këtë marret të cilë nivel jeni, po me bo 4 seriat, apo 4 përsëritje ka 10 deri 15 herë mjafton. Shkojmë mrapa, para. Do me thonë, 10 herë ka me shku mbrapa, 10 herë ka me u këthy para, edhe 4 seri. 4 herë ka me u përsërit gjitha kjo. Mojna me bo lëvizje e durve për me nxjerr durt, lëvizjet para, do me thonë 4 seriat, 10 deri 15 përsëritje, shkojmë mrapa, që të ushtrimet ndikojnë në lëvizje e shpatullave, njëkohësisht e bojna edhe ushtrime për shpinë. Duken shumë thjeshta, po e ka një efekt nëse e bëni me rregullt, edhe gjatë e ka një efekt vajagit madh. E kena lëvizje para, si mujna me bon, e kena anën tjetër, durt mujnë me shku nalt poshtë, e kena ushtrime, e siguri i kujtohet të gjithëve se e bojnë fëmijë në shkollë. Zakonisht, po. Qëto janë njona për ushtrime, një pjesë ushtrime se na e bojna për nxemje. Normal, janë lëvizjet e këmbëve, skuati shkurt, edhe lëvizjet e belit se bojna zakonisht një anë, anën tjetër, janë lëvizjet e ndjemjes me rreth, i kena rrethën anën tjetër, do me thonë, kreqa e bojna një anë, edhe bojna anën tjetër. Në rregull. E nëse kemi me ushtru në një orë, sa minuta do të që kjo nxemja me ndodhë? Që të nxemja mina me bo për 5-10 minuta, zakonisht bojnë që ashtu preferohet me bo ashtu, edhe me vazhdu me ushtrimet tjera. Cilat janë ushtrimet që mas shumë ti preferone? Na e bëjna për krejt trupit në ushtrimet, nuk e kena diçka se thojna e preferojmë se gjënë obligative. Po, me cilët me fillu? A me fillu me kom, a me fillu me bark, a me fillu me krahror? Zakonisht ne praktikojmë me nisë me ekstremitetet e nalta, do më thonë me krah me dur, me vazhdu me kom, barkin dhe shpinën e lo për fund.
Në rregull, a mundemi me vazhdu prana me unë sot mi pajisjeve ku marr një lastik, me thonë, apo një trak elastike, edhe bojna ushtrime fillestare, me thonë fillestare, obligative, apo që shdo një mundi me thirë, unë e marrë veç një pjesë lastikut, mos me konë shumë e ronë për ata si në fillestar se i përmenum pak ma heret, kërë që ka duhet me konë, është trupi me konë drejt, e bojna nivelin e konve me krahorin, dhe me thonë, so e kina kra gjane, bojna edhe shputat e konve, shputat jënë drejt, qa është primare, gishtat me konë drejt, dhe me thonë, mi shku atu nivel ku shkojnë edhe kra. Këtë që kina me bo është me afru dur të ofër trupit, edhe me zgjenu apo me tërhik lastikin anësh. Normal, unë tu fol nuk mu me marë frimën, po e boj një ushtrim të aman që është duhet pa fol, dhe me thonë shkojna Mëjna me bo 4 seria, ka 10 përsëritje, në me thonë për fillestar preferohet 3 seria, ka 8 përsëritje. Nivel ushtrimin tjetër, për gjukës edhe për kra, është me pas durt drejt, nivel krahit, edhe pozita i durve është e njëjtë si ma herët, në me thonë e zhinojmë. Më saroni frimarjen. Njëjtën, mujna me bo për shpatullat, unë e këthaj trupin që vërnon, për shpatullat, edhe shkojmë anësh, punojna pjesën e naltë trupit. A duhet me qenë durt shumë të shtrëngume në qëtë pjesë? Durt që në drejt, të kjo në shtrëngum. Dhe që në të drejta, dhe më të s'kemi nevoj me i bo shtypje lastikot, asë kur gjë? Jo, veç e moni shlirë, nuk i di qësh me thonë që ta shqit. Dhe me thonë krejt duhet veç lastiku me umbajt, jo diçka tjetër në rregull. Edhe shkon anësh. Do me thonë, gabimet zakonisht ka bojnë fillestar është e shtrëngojnë durt shumë, e mojnë qitë nivel durt, ose qitë pozit, edhe bojnë zgjatje lastikut se është gabim. Do me thonë, durt edhe shpina jonë drejt, koka është lartë, shikimi është para, frymarja duhet me kanë me regullt, do me thonë me lëvizjet e durve. 10 përsëritje, 4 herë, thamë, edhe këto mbrapa. Gjithë shka do me thonë shkon bara, si për pjesën para, si për pjesën mbrapa me pas. E vërtet është, për shkon bara, unë e preferoj 4 seria, ka 10 përsëritje, fillestar mujnë me bo 3, ka 8, edhe këtë varit nivelit personin se ushtroni, apo ajo në gradë 7 zone, me ata duhet me pas kujdes pak ma shumë, edhe duhet me ditë so mujnë me qindru edhe përsëritje pohet bas forcës tyne. Kur jemi të fillestartë, nëse ata i fillojnë ushtrimet, po veç nuk munden me shku as deri në 3 herë me nga 8 përsëritja. Edhe nëse ndalen, a ja vlen me u rikthy më pas gjatë kësaj kohe? Për shembull është te përsëritja e parë ose te përsëritja e dytë, te pjesa 5-6 nuk po mundet më, don me pushu pak. A mundet me u rikthy më pas në të tretën? A duhet me u stopu? Edhe dhe sa të kryet që ajo ushtrim mos me u kthy mo, a duhet me vazhdu? Po, këtë varet është individuale për personit që mundet me qindru. Nëse ka dhimt shumë, është mirë me nalë. Nëse nuk e ka dhimt, po e ka veç një lodhe e vogël, mundet me pushu një 5 sekunda 10 edhe me vazhdu. Ama nëse një në dhimt, në durt, se punon ushtrime për durt ose kra, është mirë me tregu trajnerit nivelin e dhimtes, pjesën e trupit ku e ka dhimt, edhe me nalë ushtrimet atë. E qësh me dallu nëse është veç dhimbje ose nëse është lodhje? Lodhja sigurisht kalon shumë shpejt, apo? Brenda disa sekundave, dhimbja është diçka që vazhdon. Dhimt është në lëvizje. Kur e bën një lëvizje, mundi me një dhimt, për shembull, këtu mbrapa apo në pjesën e krahorit, e keni dhimt vazhdueshëm, deri lodhja është kur e lironi durt, e lironi pajisjen, që të momentu një kom që të lastik e liroj, më kalon ajo lodhja, ajo ngarkes, do me thonë është lodhja nuk është të dhimt. Dhimt është standarde. Ushtrime tjera për krajror, a preferoni për fillestartë, apo këto mjaftojnë? Jo, nuk mjaftojnë se varet për konceptit ushtrimin, se ushtrimin zakonisht për individat, apo për personat se ushtrojmë, e bojmë kombinimin. Krahorin, barkin edhe kam që është thashëm fillim, kështu se preferojmë për shembull 3-4 ushtrime për pjesën e naltë, 3-4 ushtrime për pjesën e poshtëm, edhe ashtu e bojna bark edhe shpinën.
Në rregull, mundemi me vazhdu. Po, mujna me vazhdu edhe një ushtrim për pjesën e krajt. Dur të kena nalt, zgjatun. Shkojmë me lëvizje e elastikat mas shpine. Shikimi është drejt. Ju lutem bështrin korrizor më një drejt, mos e bëni lëvizjet pa planifikuar. A mundet nëpërmjet pilates personi me zbulu, po theme, shumë probleme që i ka më pas me shtyllën korrizore, gjatë këtyre ushtrimeve. Ai nuk e din që ka probleme, po gjatë kohës që ushtron, a mundet një trajnere me ja verifiku këto deformime që mundet me i pas? Po, mundet. Ose shtangimet muskujve, ose një në anë më të gjatë se tjetrën, ose diçka Po, tjetër. mundet në qëndrimin e trupit, nëse se mon qëndrimin e trupit, trajneri mundet me vrejt deformitete apo lindime ku tek e ka persone. Mirë shumë. Ushtrimet të tjera? Po vazhdojmë? Po, lirisht. Apo vazhdojmë ushtrime për bark? Cilat ju të isheni të preferueshme? Ullëm në pajsin, shpinën e vendosim kadale, pa lëvizje të shpejta, do më thonë krejt lëvizjet e bujna kadale, pa lëvizje të shpejta. Ushtrimi i parë për bark, një kom e afrojna të gjuksi, e mojna me dorë, koma tjetër është drejt, unë e moj qafe nalt, po nëse kini problem me bështin korrizor, apo nuk kini mundësi me mojt qafe nalt, mundi me liru poshtë, po preferohet në qitë ushtrim me konë në qitë pozitë. Edhe shkojna me lavizjet ka dalshme, një kom, mandej tjetërën, deri me dur të mojna komen se kina ofër gjuksit, Sa e saroni preferohet? fremarjen, mujna me bë 10 herë, 4 përsëritje, për ata si ushtrojnë ma gjatë të bojmë 15, fillestar bojmë me njësë me 8. Me 8. Sa herë duhet me ndodhë, a veç një herë, a duhet me 4. pas 4 përsëritje? Unë i preferoj ka 4 përsëritje. Në rregull. Kjo është njona për ushtrime. Ushtrimi tjetër, mundet me kohën, durt mas qafës, shpina shkon drejt, koka është e vendosur në dur, edhe me dur të shkojna ka dale nalt, e qojmë të shpatullat edhe qafën nalt, edhe këthejmë të poshtë. Këtë pojnë të është të frimarja, e bojna 4 seria. Frimarja, a me marrë në pjesën që është poshtë, a kur fillon me ungrit? Të ngrit, e marrën frimen, të shku të poshtë, e lirojna frimen. Në rregull. Veç ju kisha lutë, kër e bani që të ushtrim, mos e mani durt në qitë pozit, ose qitë pozit kratë, duhet me konë soma hopër. Koka flenë në dur, edhe qoni kokën me dur. Qa mujna me bo halo të shpija, për pjesën e anës trupit, apo barkut, është me gjenu kam pak ma shumë, dur drejt, shpatullat të qujmë për tokës, edhe shkojmë anësh. Do me thonë i pekim zogën e komës. A ka persona që nuk munden me prek zogën e komës? Po, ka. Ata se kam probleme bësht korrizor, ose nuk kanë ushtru kur, e kanë bi pesh, atëherë harkun e bojnë ma ofër, këtë varet për nivellit personit, edhe lindimet, nëse ka lindimet e rana, nuk preferohet me bo lakimin anësh, nëse është në pytje pesha, mbi pesh, e bon lakimin atu ku mundet me... Deri ku mundet me arrit? Po, me arrit. Në rregull. Qitojnë ushtrimet për bark, për fillestar që unë i praktikoj, ujna me bo edhe për pjesën e prapanicës, apo gluteusit, edhe për kom, ushtrimet. Afrojmë komt, ofër trupit, dur që në drejt, do me thonë vendosim në tokë. Këtë që kena me bo është me shku me trup nalt, edhe me këthyt e poshtë. Do me thonë, e bojna lëvizje soma nalt, edhe këthejmë poshtë. Ku është pojnë të ushtrimit, ku shkojna nalt, mos me afru komt, do me thonë komt, gjytjon nivel fillestar, edhe këthejmë. Zakonisht, fillestar e bojnë qitë gabim se afrojnë kom, e menojnë se shkojnë ma nalt nëse afrojnë kom që është pozitë. Pra, kujtë kanë me qëndru në pozitën e njëjtë, prej fillimit, nuk kanë me ndryshu. Nuk ka ndryshimi pozitës gjojve, dhe që shkojna me trup nalt. Sa herë preferohen me u bo? Ju të regohëm në fillim.
8, Pra gjitha janë të 12, njëjta. Po. Kjo është numri për Unë seritjeve. i preferoj për seritje të njëjta. Se ma letë është mi numru edhe mi ditë so herë ka bo klienti ushtrimet. Qa mujna me bo është, ushtrimi tjetër, mi qëndru që të pozit ka 10 sekunda edhe më këthyjt të poshtë. Do me thonë, shkojmë në altë, qëndrujmë 10 sekunda edhe këthejmë të poshtë. A janë shumë të mundimshme për fillestarët? A mundem krejt me i bo, a jo? Po, krejt mundin me bo. Krejt mundem me i Po, bo. krejt mundin me bo, nuk janë ushtrimet e rona për fillestar, krejt mundin me zhvillu pa pikë problemet. Janë ushtrimet, i demonstrovë ushtrimet që mundin me bo edhe të shpia. Po, krejt këto janë ushtrime për shpesë. Më pas, kur janë në pilates, janë me ndihmën e instruktorëve dhe aty po besoj edhe nëse bojnë ai gabim, instruktorët munden t'u atërheqin vërejtjen. Po normal, çdo instruktori tërheq vërejtjen ku e sheh se teknikisht nuk zhvillohet ushtrimi, zakonisht instruktorat e kanë probleme me frymarrjen edhe ato është koncentrimi se frymarrja duhet me kanë e rregullt. E pse harrohet që ka të shpesh frymarrja? Nështë ta koncentrohen më shumë te ushtrimi, qysh me i bo ushtrimet sa më mirë edhe frymarrja tani kalon rend dytë, pa qenë në rend të dytë realisht. Po me siguri është pak trim, pak stres, a e boj lëvizjet që duhet, a është koordinimi që duhet, edhe njerëz me ngarkesë se lëvizjev e harrojnë frymarrjen. Tha që janë disa ushtrime që quhen si ushtrimet të bukura. Cilat janë ato lëvizjet e bukura që i ka pilates? Pilates çdo lëvizje se ka që e demonstrojnë një ushtrim për shpinë. Për momentin nuk e kam top, qëndrimi i trupit është në gjoj, edhe në dorë. Këtë që kena me bo me pas një top në dorë, unë e marrë lastekso me demonstru, është afrimi i komës edhe dorës, edhe lëvizjet, kur i boni, duhet me konë soma ka dalë, soma elegant, edhe koordinum. Ku e kena në instruktor problem, se njerës klientat kur vinë, e bojnë, qishto? E bojnë shpejt. Bojnë shpejt, edhe bojnë, ose bojnë qështu me kokën për para, edhe nuk bojnë lëvizje, ose bojnë kokën altë, edhe bojnë lëvizje. Do me thonë, ka diferencë. Koka me kom edhe me dorë, edhe këthajt. Pra, është një farë sinkronizimi, kokë, dorë, këmpë. Të trijat po shkojnë në të njëjtën kohë për lëvizjen. Po, edhe frymarrja. Po, edhe frymarrjen, se që edhe unë e harrova frymarrjen. Edhe vlen njëjtë, si për anën e djatë, si për anën e majtë. Ashtu, bojna njëherë setin në anën e majtë, apo në anën e djatë ka 10 preseritje, e bojmë pauzë një 10 sekunda, edhe vazhdojmë me pjesën tjetër. Nëse fillimisht, po, ushtrohen këmbët, ushtrohet barku, ushtrohen krahërorët ose e kundërta. A mundet për shembull, kemi ushtru krahërorën fillim, po dojmë krahërorën me ushtru edhe në fund? Po mujna me bo, edhe ato nuk do me thonë se duhet me njës për krahorit, po mu më ka me të sporteve tjera zakonisht me bo nxemi edhe me bo ushtrime për pjesën e në lartë, ma ndej për pjesën e sipërme, amo mund është me bo edhe ushtrime nxemjes, me vazhdu me kom, me shku në bark, edhe në fund në pozit ullun, apo meditimin, pozitën e meditimit me bo edhe krah. Si bëhet pozita meditimit, si qëndra? Për momentin është që kjo pozit, do me thonë ushtrime si demonstrova pak ma herët, ose nëse kena topin, unë e boj me elastik, ushtrime që mujna me bo për krahorin, në qitë pozit janë me zgjatë durt, me shku koordinimi, topit, lëvizjet e durve edhe frymarrjes, vohet zavendësimi i dorës me top, edhe kthejon. Në qitë pozit, ose qohëm pak ma lartë, ushtrimin e njëjtë me lëvizjet, shkojmë mrapa, në kthejmë durt nivel krahorit, ose mujna me bo, e vendosëm lastikën, mrapa kombe, ullëm, vendosim lastikën mrapa, shkojmë durt lartë, edhe shkojmë me lëvizjet.
Këto janë për dur edhe për krahëror si ushtrima, apo jo? Për dur edhe shpinë. Për dur edhe shpinë, normal, edhe krah, amo për shpinë. Në qitë pozit, ullur, për krah, mujna me bo edhe ushtrime në qitë form. E vendosëm elastikat në shputa komës. E mujna në qitë pozit komt, as drejt, as me thonë ullën, edhe e tërheqim elastikat, mrapa. Këtu në fokus cilët musko janë? Durt, krah. Durt, krah, në rregull. Edhe shpinë. Preferohen njëjtë me u bo nga 4 herë përsëritje. Mundet me bo ma shumë apo ma pak, unë preferoj 10 përsëritje, 4 seria ka 10 përsëritje. Mirë shumë. E kur e përfundoni pilates, janë disa zgjatimet të muskujve që zakonisht i preferoni, apo jo? Cilat janë dhe që mundër me i bo njerëz edhe në shtëpi më pas? Ka ushtrime fillestare për zgjatje, për shembull, mujna me bo për durt. Sa mi mbajt? Po kretë varet për personit që ka mundësi me majtë, 10 sekunda preferohet, po nuk do me thonë mundet me majtë 4-5 sekunda, kretë varet për personit që cilë nivel ushtrimeve është. Pra, shuplaka do t'jetë një fillimisht në pozitën poshtë, më pas në pozitën lartë. Mujna me kthyn alt, njëna për ushtrimeve zgjatjes është edhe kjo. Mujna me vendos dorën mrapa, me tërhiq me dorën tjetër. Apo, mujna me qi dorën mrapa, me dorën edhe me tërhiq dorën dorën me tërhiq. Disa persona nuk mundën që të ushtrim të paktën me bot, me atë sa kompohen, me u bo bashkimi i durve mbrapa shpinës është shumë problem për shumë persona. Është problemi e fleksibiliteti dorës. Njënën për durve e zhvillojnë ma shumë, njënën ma pak, do më thonë njënën e ngarkojmë edhe umësu me bo levizjet edhe me bo zgjatje, deri dora tjetër është ma pasive, edhe këtë poenta është se nuk u kanë e ngarkume si dora tjetër. Do më thonë janë mushkoj ma të shtangum që ato në rregull. Ushtrime tjera për këmbë, a bëni për më u bo zgjatja? Po, e bëjmë një ushtrim. E bëjmë zakonisht. Mujna me bo levizjet, kama mi ka. Kama e kondër, dora e kondërt, dorën tjetër shkojnë mrapa, qëndrimi i trupit është drejt. E bëjmë normal ka 10 sekunda, 15 këtë varet për personit. Shkojmë, e njim zgjatje qësoj pjesës kamëve qëtë. E tash, nëse i bën të instruktori numëron qëta 15 sekunda, apo nëse i bojnë ana vetë, edhe mi numru, edhe me marë frym, a kena me mujt me adon? Moni me bo me orë, me telefon, me lonë telefonin dhe me përcjellën telefon. Unë e preferoj me numru krejt, edhe me ditë cakt so e ka bo klienti, po kolegë tjertë nuk i di a i numrojnë asë numrojnë, unë e i numroj krejt, edhe përcjelli me minutash. E rëndësishme të numrimi është se njeriu më pas mundet me po, sa ka mujt me i bo në fillim, sa po evolon edhe po arrin me kriju një farloj imuniteti, po thamë që me i bo krejt ushtrimet tani. Po, që ajo është pointë. Do më thonë përveç zgjatjeve të këmbëve, zgjatje të durve, a ka ushtrime tjera që i preferoni në fund, kur përfundon seria pilates? Po, zakonisht bëhen ushtrimet e zgjatjes, një 5 minuta, po krejt varet për persona me kanë punojmë, so e ka zgjatje, si është zgjatje obligative, që ashtu edhe bojmë ushtrime, do me thonë programin për ekipen edhe për njerës me kanë ushtrojnë. Sa dallon mënyra se që ushtrojnë fillestarët edhe me mënyra që ushtrojnë ata pas 6 muajve ose pas një vite, edhe realisht, kur është ajo periuda fillestare që mundet me uqujt periud fillestare? Periuda fillestare është nashta një javdit të parë, kur njoftohen me pilates edhe me ushtrimet, deri sa njerës ushtrojnë 5-6 muajve që nuk jonë fillestar muaj, me thonë një në bagi profesionist në qitë aspekt. Ku është ndalimi? Ndalimi është në përsëritje, bukuria e lëvizjes edhe fleksibiliteti. Persona që mirën me pilates, a mundën me u marrë edhe me sportet tjera? Po, pa pik problemit. A është shumë e lodhshme për trupin? Se nëse dikush vrapon vazhdimisht, ose është pjesë e notit vazhdimisht, më ardhë dhe në pilates, a bëhet shumë për trupin, a jo? Jo, nuk bëhet, veç duhet me bo koordinimin e ores, mes ushtrimem, do më thonë, nëse bom pilates më ngjes, noti apo vrapimi me konë mas dite, ose e kundërta, vrapi apo noti para dite, pilates mramje nuk prish punë.
Përveç ushtrimeve, çka i kom pa të paktën në rrjetet sociale, është një farë lloj ushtrimi tabletop, ose forma si e karrikës, diçka që e merr persone. A mundesh me na demonstru diçka për tabletop, që mundemi me i bo vetëm shpesh fjala? Po, e demonstroj ushtrime si e preferojmë për kom, edhe si bojna me lëvizjet me kom, që ato mundi me bo edhe lëvizjet që është bohen koordinimi. Shkojmë para, komen e bojmë drejt. Nëse dikush është një nivel pak ma lartë, nuk është fillestar, mundet me i bo me lastika, po nëse jena fillestar e bojmë pa lastika. Ku është dallimi me lastik edhe pa lastik? Me lastik është ngarkes pak ma e madhe, ose mujna me bo me pesha 1 kilogram ose 1 kilogram e gjysë, se vendosëm në fund komës edhe bojna lëvizje. Do me thonë, mujna me bo me ngarkes edhe pa ngarkes që të ushtrime. Mujna me bo edhe me top ushtrimin tjetër, se demonstroj mujna me bo me top, po këtë ushtrime më bo edhe me pesh. Nëse se kena pesh, mujna me bo shpe edhe pa pesh. Ku është poenta? është me shku me kom në alt, edhe me këthy, trupi është drejt, koka është drejt, edhe bojna lëvizje lartë poshtë. Nuk do me thonë se ushtrimi është gabim, nëse nuk mundi me që komen ma nalt, kretë është lëvizje so ju mundëson trupi i juvë. Koma është drejt, lëvizje bohen ka dalje, mujna me bo qitë formë, mujna me bo formën tjetër, e bojmë qitë pozitë komës, ullu ma poshtë, edhe shkojmë drejt nalt. Ushtrimi tjetër, mujna me vendos komen lartë, edhe me bo lëvizjet e vogla. Pra pa rrit koma poshtë? Po. Jo në lëvizje në 4-5 santina poshtë, nalt. Nëse kena ngarkesë peshës, ose pa pesh lastikat, mujna me shku anësh. Kur përdojna me pushu, qka është e rëndësishme, me bo lëvizje me dur, mos më qu shumë shpejt, po lëvizjet me bo para me dur, ku përdojna me vendos trupin, edhe kur ktheju në pozit, me lëviz durt edhe me ullë. Një farë forme hap pas hapi me u këthy në pozitën tonë fillestare? Po, duhet me përdor durt barabartë si kom lëvizje para mrapa, për arsye se dikush mundet me pas për moment intencionin ma lartë ose ma ullt, niveli sheqerit me kom problem, me pas pak, mos më një mirë, mos më një rahat, mos me ro poshtë, e përdorëm durt edhe bëjna trupin drejt. Lila, krejt në fund, a mundesh me na tregu sa është i rëndësishëm me u konsumu ujë gjatë kohës që na ushtrojmë? A preferohet realisht? Shumica e trajnerave dhe shkenca po thotë se duhet me përdor ujin gjatë stërvitjes. Do me thonë nuk muj me i kasoj se shkenca të regon, duhet me përdor sot duhet, sasia sot duhet me përdor është individuale, do me thonë varet që kena hongër gjatë ditës, so uj apo lanë që kena fut në organizëm, ka që marrum edhe gjatë stërvitjes. Lel, cila është përësia juaj në fund krejt për krejt ata që na ndoqëm, përveç që këshilla informacione dhe mënyrën se me ushtru, besoj që ju ke thonë mjaftueshëm. Këshilla jam është për fund se çdo kush mundet më mirë me sport edhe duhet më mirë me sport. Mos e pritni minutazhen e fundit para pushimeve verore me ardhmë në stërvitje, po munoni me gjetë kohën edhe gjatë vitit me bo ushtrimet edhe me bo stërvitjet mjaftueshme për trupin e ju, për një shëndet mirë edhe për një bukurit të vajza. Lila, faleminderit shumë për krejt këto që na i dhurove sot. Faleminderit dhe juve. E dashur miq, ne me kaq po e përmbyllim emisionin e sotëm, por jo vetëm. Jemi në fund të sezonës së Klinikës D. Faleminderit që çdo javë na keni bërë pjesë të familjeve tuaja. Klinika D do të vazhdoj sezonën e ardhshme. E deri atëherë ju kujdesuni për vete, kujdesuni për shëndetin tuaj dhe mos harroni kurrë se dhurata më e çmuar që kemi mbartë emrin shëndet. Faleminderit dhe mirupafshim. Verë të këndshme.